Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje, mirë se takohemi në Window Radio në emisionin Horizon. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, data 28 mars 2026 dhe ne jemi në emisionin Horizon me të ftuar të re ose të ri, si doni, dhe do përpiqemi që të bashkëbisedojmë, të kuptojmë diçka dhe nga i ftuari që ne kemi sonde, të jemi sa më të themi diçka, të kuptojmë diçka, sepse Window Radio është për të gjithë, edhe duke qenë për të gjithë, ne duam të marrim informacione, po të bashkëbisedojmë me të gjithë dhe të kuptojmë sa më shumë nga jeta, nga veprimtaria e bashkëdhëtarëve tanë, po sidomos me problematikat që ne kemi në Shqipëri, sepse të gjithë ne kemi në diasporë, mendja atje në rrinë në Shqipëri, madje dhe ëndrat atje i shohim dhe jemi të gjithë interesuar për shqetësimet, për problemet, për hallet, sepse më thonë të drejtën fatkeqësisht atje kemi më shumë halle, probleme dhe shqetësime. Atëherë, që mos të zgjasim shumë, unë do të prezantoj për të gjithë miqtë e rinj mundësinë se ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de. Këtu ju mund të dëgjoni muzikën live 24/7, mund të lexoni lajmin e fundit, informacione nga fusha të ndryshme, qoftë politika, sociale, showbiz, sport, etj. Pra është edhe portal edhe website, pra që ju mund të informoheni. Po ashtu, Window Radio është edhe në 2 platformat botërore, pra ku janë në platformat më të mëdha të radiove në botë, siç është TuneIn, që është një platformë globale ku janë të gjitha radiot e botës, po të thuash, aty jemi edhe ne si radio shqiptare, si ndër vetët radio shqiptare në këtë platformë, dhe në Radio Box. Mjafton që ju të shkarkoni njërin nga këto aplikacione në pajisjet tuaja, qoftë Apple Store, qoftë Play Store, të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty, sepse këto platforma janë pa pagesë. Mund të ndiqni emisionet live, mund të ndiqni muzikën gjatë ditës, në çdo kohë, të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ i Radio Store. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare, edhe kjo njëjta procedurë, pra mund të shkarkoni Radio Shqip dhe të ndiqni emisionin live, po ashtu dhe muzikën që ne përzgjedhim për të gjithë ju. Mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de live dhe ne jemi live aty. Po ashtu është edhe faqja e Facebookut, windowradio.de, dhe këtu mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje. Ne së shpejti do jemi edhe në TikTok live, kur kemi emisione live, pra ne po përpiqemi së bashku me stafin që të ndërtojmë sa më shumë mënyra, sa më shumë mundësi që ju të mund të ndiqni Window Radio dhe Window Radio të jetë gjithmonë pranë jush, sepse ne duam dhe përpiqemi të jemi shërtor të denj të çdo kujt prej jush, sepse Window Radio është vetëm e juaja. Po ashtu për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde, apo kanë dëshirë të ndjekin emisionin sërish, emisioni do jetë ritransmetim në orën 3 pas mesnatë, në orën e Evropës ose në orën 21 në orën e Amerikës, ndaj është ky ritransmetim në këtë orar, dhe ne, me thënë të drejtën, kemi menduar që emisioni mos jetë në ritransmetim nesër në drek, për arsye sepse kemi shumë kërkesa nga dëgjuesit që duan të ketë muzikë, të ketë edhe opsionet e tjera në këto orare, por ora 3 pas mesnatë do jetë ritransmetimi për Amerikën, pra që është ora 21 atje. Po ashtu emisioni do jetë në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizon, Window Radio, hapësirë.de. Ju mjafton që të bëni subscribe këtu dhe ju mund të ndiqni të gjitha emisionet tona, programacionin dhe të gjithë ato që ne përzgjedhim për ju. Pra, çdo emision është edhe në YouTube. Miqtë e mi, do kërkoja shumë miqësisht, sepse edhe ne nuk fitojmë diçka, po ashtu edhe ju nuk është se humbni një gjë, por nëse keni dëshirë, mund t'i bëni një shpërndarje Facebookut zyrtar të windowradio.de
në përfaqet tuaja të Facebookut apo në për grupe të ndryshme që ne të bashkojnë sa më shumë shqiptarë, të jemi sa më shumë miq njëri me tjetrin dhe të kemi mundësi të komunikojmë dhe të kontaktojmë njëri me tjetrin sepse thash pra ne jemi vetëm për ju dhe unë si në çdo emision i bëj thirrje çdo kujt që ka dëshirë të promovohet, të flasë, të ketë diçka për të ndarë me audiencën, qoftë histori, qoftë problematika, qoftë për të promovuar libra, muzikë, ku diun, çdo kush pra që ka diçka për të thënë dhe ka dëshirë për të folë, mund të na shkruajnë përmes rrjeteve sociale ose përmes numrit të zyrtar të radios dhe ne do përpiqemi edhe me patjetër që do i krijojmë hapësirë çdo kujt. Okej, që unë mos të zgjas shumë me monologun tim, sepse unë nuk jam një mirë në monolog, por thjesht janë këto hyrje që duhet bërë dhe duhet bërë këto prezantimet. Por sonte kam një të ftuar të veçantë, e cila është Zojnë, ku e keni parë në njoftim që ne kemi hedhë në faqen e Facebookut apo në rrjetet tona sociale në TikTok apo kudo ku ne kemi Windows Radio. Dhe zonja është një zonjë, tamam zonjë Shkodër e kena thënë, sepse rrjedh nga një familje, vërtet një familje intelektualesh, një familje e lartë, si e themi, ta themi kështu shqip në Shkodër, por është vërtet edhe një zonjë sepse është përpjek dhe përpiqet vazhdimisht me sa të mundet dhe me përtej çdo mundësi e losha dhe të saj, për të ngritë zë, për të dhënë mundësi, për të krijuar mundësi dhe ne kemi nevojë vërtet për të tillë njerëz që pavarësisht problemeve apo çdo gjë që njeriu në rrethon përpiqet të japë më të mirën. Unë mos vazhdoj të flas më unë, unë ftoj zonjën Merita Bekteshi dhe i them mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në radhë të parë faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi të jem këtu mes jush. Përshëndes me të vërtet me shpirt të gjithë shqiptarët e diasporës, sidomos shoferët e kamionave dhe shoferët përgjithësi, sepse ato janë dëgjues të rregullt të radiove. Sa bukur kjo. Ja pa që më thot dikush përshëndes shoferët e kamionave. Po, sepse ata me të vërtet fitojnë lekun me djersën e ballit. Absolutisht. Mu nuk më pëlqen të them atë fjalën e fitojnë me gjak si e tha gruaja e kryeministrit, por unë them me djersën e ballit, sepse ne nuk na intereson ai lek i fituar me gjak. Lirinë e kemi fituar me gjak, po jo lekun. Gruaja e kryeministrit se ka idenë se si fitohet me fjalë, kështu që e ka mësuar atë fjalën ashtu thotë. Fillojmë pak me humor, se ne shkodran po s'bam pak humor, nuk zbërthehena. Absolutisht, po absolutisht. Dhe që ne e kemi në gen, s'kena që më bë. Ja, ashtu është. Merita, do më lejosh të them Merita shumë mirë miqësore, të bëjmë një bashkëbisedim. Absolutisht në rregull, pa problem. Unë jam mirënjohës që më nderove në emision dhe pavarësisht aty obligimeve që ka familja apo jemi edhe në kohë fundjavë dhe ju absolutisht me të parën herë më thatë po dhe siç është jam mirënjohës. Unë zakonisht i pranoj sfidat dhe kjo sfidë është për mua sepse është përgjegjësi me fol përpara shumë shqiptarëve. Ju falenderoj në radhë të parë për fjalët e mira që thatë për familjen time, që për mua me të vërtet ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Nuk ka ditë pa probleme, nuk ka ditë për ne shqiptarë, gratë shqiptare, gjitha ditët e javës janë harkume. Por unë e pranova këtë sfidë sepse është një sfidë që në interes të shqiptarëve, është një bashkëbisedim në interes shqiptarëve. Vetëm për gjë garantoj, që më na parë nuk na shekush. Më na ligjua të së di. Dhe bëjmë be kollaj që s'ta ka paku. Unë se kam problem pamjen hiq, sepse unë kur kam qenë puna e protestave, kam dalë mu përpara tana kamerave në qendër Tiranës pa pikë problemi. Absolutisht, do të thjesht edhe për pak shaka me fjalë, sepse ti di se në Shkodër thonë, a mos e s'na ka pakush. Kometa jo e vjetra. Kometa s'na ka pakush. Atëherë. Dikur s'muishim as me hangër një pani në rrugë se amarre. Se amarre, absolutisht. Me lekë të mia kam nuk e kam me lekë të vjelluna. Se po lashojnë. Kurse sot po vjellin, tu i pa dhe s'te kanë problem. Pra,
Nuk mundem me thënë që ishte më mirë në atë kohë, por pse me atë fjalën e urtë popullore, pse u çatrafilume? Por zotë nuk e didesh, pse u çatrafilume? Se çatrafilume kështu, nuk e di a kena kënd të çatrafilume, çatrafilume më shumë, siç është diçka e çuditshme. Kena kënë shtypun, po tash u çatrafiluna, i ban u ban pak si rëmuj. Nuk e di pse u emocionum shumë nga liria, nga dashuria e madhe për lirinë, hum me pak logjikën, hum me pak atë çka po bëjmë. Pse po shkatrojmë? Kena hum shumë, vërtet nëse ne më përpara kemi patur ato problemet, po kemi qenë në krizë, familja ka qenë në krizë, ku diun, shumë gjëra, por mos sot e shoh edhe që më dhëm më shumë, qofsha unë i gabuar, por më dhëm pjesa se ne po humbim edhe dinjitetin. Po degradojmë komplet si shoqëri, me çfarë s'po lexojmë, me çfarë s'po dëgjojmë, çfarë s'po ndodh. Kjo është i fije një problem edhe ndërkombëtar, nuk është se është prap mirë jemi ne në Shqipëri. Ne kemi rujt traditën për familjen, sido që t'jetë në një përqindje të madhe, domethënë, e kemi rujt atë respektin, nuk i braktisim fëmijët. Familja sot në vendet e zhvilluara është thjesht një kontratë. Është thjesht një kontratë dhe është shteti ai që përpiqet me të gjitha mënyrat për ta mbrojtur familjen nëpërmjet ligjeve të forta, kurse ne kemi akoma ato ligjet e moralit që veprojnë tek neve, sepse ti e din, e ke mësuar që edhe vetë kodi civil që u bë në kohën e Zogut, duke kopju pak nga francez, pak nga italian, pak nga gjerman, u mbështet kryesisht edhe në rregullat morale që kishte populli ynë. Pra, sido që t'jetë ne prapë mirë jemi në disa trajtimi për prindin, për nanën, për babën, i kemi ato të rrënjosura mirë, nuk e kemi humbur akoma. Dashurinë për familjen, dashurinë për prindërit. Jo, jam plotësisht dakord me këtë, sepse filluam disi ndryshe bisedën dhe ndoshta shumë më interesante që e filluam kështu. Jam dakord, por ndoshta ky brezi ndoshta është ai që vazhdon të mbajë këtë lidhje apo ky brezi i ndërmjetëm, por duke parë ka shumë probleme sociale, politike, duke patur parasysh që janë një pjesë e madhe e rinisë që rritet në Perëndim apo që lindin në Perëndim dhe shteti po bën shumë pak për t'i afruar këta njerëz, për t'i qenë produktiv për vendin tonë dhe kam frikë se këtu do të hollohet fija, s'po them do kputet, por do të hollohet ndoshta kjo fije. Po ti ke shumë drejt, ju keni shumë drejt. Ndoshta do të bëjmë pak më shumë ndoshta në këtë pjesë që të përthisim këtë rini, sepse kjo rini është forcë mendore, forcë lidhje, forcë inteligjence, forcë pune. Gjitha është forcë dhe ne këtë më duket se po e lëm si të humbur, ose po duam, si me dashme e humb. Jo vetëm kaq, po ne nuk po jena të zot me nal migracionin, i cili vitet e fundit është rrit jashtëzakonisht në shifra të frikshme. Dhe duke parë edhe rënien e numrit të linjeve, ne po asimilohemi si shqiptar. Por është një përgjegjësi e madhe që t'i thush shqiptarëve hajdeni në Shqipni. Për t'i thënë shqiptarëve hajdeni në Shqipni, duhet t'i krijosh kushte. Duhet t'i ofrosh diçka. Çfarë ofron shteti ynë? Shteti duhet ofrojë një ambient dashamirës për shqiptarët, dhe jo që shqiptarët sa po vinë në kufirin ton, nesër e përballen me korrupsion, duan të banë kartën e identitetit, duan të banë pasaportën, edhe duan të banë dokumente për shtëpinë, sepse i kërkohen edhe jashtë shtetit. Çfarë punë është në Shqipëri? Ato kërkohen sot, përderisa ne kërkojmë të bëjmë pjesë në Bashkimin Evropian, ne duhet të deklarojmë edhe pasuritë që kanë në Shqipëri. Patjetër. Prandaj, ato si do t'i kryjnë këto punë, kur ne nuk i ofrojmë përveç se korrupsionin, përveç se problemet. Një shqiptar që t'i thush hajde, investo, duhet t'i ofrosh një vend juridikisht ku prona është juridikisht e sigurt. A kemi ne pronën juridikisht sigurt? Nuk e kemi pronën juridikisht sigurt. Mjafton me pa problemet që po dalin që dhe protestat e banorëve të Rriollit, çfarë ka ndodhur, që në kadastrat tona janë katastrofë.
Se nësëm gjithmonë. Katastrofë. Gjithmonë katastrofë. Prej në vërmosh, prej majtë vërmoshën, imagjino tash ti kërkosh vërmoshit, ti kërkosh Alpeve, Balbolës, Thethit, kudo. Ti kërkosh atyre kullave të vjetra për shembull të dokumenta prove. Po duhet të legalizohen në mënyrë automatike sepse ato janë shokollore atje, apo problemet e rrjollit, apo kudo, sepse janë disa zona që nuk ke çfarë të kërkosh. Po. Prandaj unë thash pse u çatrafilum kështu, sepse ne patëm një arkiv të paprekun ku kishte disa dokumentacione që diktatori i ruante me një farë xhelozie, si pronë të veten, i ruante për veten. A më kupton? Sepse për të Shqipëria ishte pronë e tij, për këtë ai i ruante me kaq xhelozi. Pse ne duhet i djegnim në 97-ën? Domethënë, kjo është çatrifilimi. Pse ne duhet të shkatronim, duhet ta fillonim ekonominë e tregut, duke shkatruar, duke djeg fabrika. Pse i natin ton ta ndanim me hekurat? Të vjedhnim, të lejonin që të vidhej shinat e trenit. Shinat e trenit janë vjedhë të shiteshin për skrap në Malë të Zi. Edhe madje kanë përdorur edhe për shtylla hardhiash. Kulmi, edhe për shtylla hardhiash. Edhe për shtylla hardhiash. Por pra, këtë dua të them që si ne ti themi, ç'a ti ofrojmë ne, është një përgjegjësi e madhe, edhe un kam shoqërinë e ngushtë, më dhem zemra sa herë që i kujtoj. Të gjithë shoqërinë e kam në diasporë në Itali. Më pyeten para disa viteve. A të kthehemi o Merita? Unë nuk u përgjigja, as po, as jo. Sepse ishte përgjegjësi për mu, se unë realitetin e njoh. Ata realitetin, sado që kanë jetin e mirë, dëshiren për të investu, për ta në Shqipëri, kanë pronat, kanë shtëpitë. Ato nuk i thoja do të hajdeni, sepse e dija që do përplaseshin me këto probleme. Që ti thush, të riut, të diasporës, hajde, duhet t'i ofrosh një biznes, duhet t'i japësh një ndihmë, një financim. Dhe ka projekte sa dush, ka projekte lokale, ka projekte të Bashkimit Evropian në ndihmë të emigrantave që kthehen. Biles më kujtohet para disa viteve, kush kthehej nga Austria në Shqipëri, shteti austriak edhe i jepte një shumë parash, po këtu po flasim për financime nga shtetet e Bashkimit Evropian. Por kështu ka pasur edhe Gjermania. E ka pasur edhe Gjermania, po. Do me thënë, në fjalë jepte një shumë parash, në fjalë që ofrojmë që do me thënë, ato të mendojnë më shumë se sa shteti jon për bashkëkombësit e vet, kjo është kulmi që diaspora ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Absolutisht. Është të dhëmë shpirti. Se unë punoj kam një punë që lëvizi, Vazhdimisht diaspora është parë, jo, nuk më bëjmë bashkëbisedim tamam sikur s'po na shef, nuk është na pa. Unë emocionohem dhe prandaj harroj rradhën e. Jo, nuk është problem, thjesht e dialogut. Mi fal, diaspora është parë vazhdimisht vetëm si remitancë ekonomike dhe asnjëherë nuk është parë si fuqi intelektuale apo si fuqi produktive për Shqipërinë, mi fal. Është parë vetëm për të vjel dhe sot që kemi rënë në këtë boshllëk, kam frikë se është krijuar një distancë, një vakum i madh me diasporën, me Shqipërinë, me vendin. Është krijuar një mungesë e thellë komunikacionit, bashkëveprimit. Duket sikur ka ngel në vetëm në bashkëveprim ndërmjet disa aktiviteteve, ndërmjet dhe apo bashkëpunimeve ndërmjet shoqatave kulturore, ndërmjet disa shoqatave që mundohen që të mësojnë në gjuhën shqipe në Itali, në Gjermani, por që po thonë dhe kam dëgjuar, mund të jetë edhe i perceptimi imi, që sikur s'kan edhe aq sukses sepse numri i tyre është deri diku i kufizum. Unë jam shumë e kënaqur që mësohet shqipja në Greqi, në Gjermani, në Itali. Më kupton, është diçka e mrekullueshme kjo gjë. Kjo është një sforcë e madhe e diasporës, por problemi nuk është se ne për të mësuar gjuhën shqipe apo për të ruajtur kulturën tonë këtu ku jetojmë. Gjuhën duhet ja mësoj prindi, gjuhën fëmijës. Se si duhet kjo diasporë të rikthehet në Shqipëri. Pra, të shoh Shqipërinë si mundësi të parë, qoftë për të ndërtuar diçka, qoftë për të hapur një biznes, qoftë për të kontribuar, të jetë kontributore në Shqipëri. Po.
Po, ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Duhet që informacioni në radhë parë të jetë i saktë, që diaspora ta njohin realisht problematikën në Shqipëri. Jo me nëpërmjet propagandës, jo nëpërmjet demagogjisë, jo nëpërmjet asaj që thot kryeministri që filan institut politik gjerman deklaroi që Shqipëria, qeverisja e Shqipërisë ka ecë disa pikë më tepër se sa qeverisja e Malit të Zi dhe e Maqedonisë. Po ne nuk na intereson qeverisja se si ka ecë, ne na intereson qytetari. A është përmirësu jeta i qytetarit? Unë e maj me një politikan italian e thonte një herë, mu nuk më intereson ulja e borxhit publik, mu më intereson rritja e mirëqenies të popullit. A është rrit mirëqenia e popullit? Këtë duhet interesomi neve. Kjo është politika sociale. Kjo është politika që ne kemi nevojë. Prandaj ne si mundemi ne t'i ofrojmë, t'i thojmë diasporës dhe shqiptarëve të diasporës ejani, investoni pa pas një siguri të plot për investimet e tyre. Është njësoj si t'i themi edhe të hujt që kanë investuar në Shqipëri, kanë pas dhe kanë akoma probleme. Ashtu si ka shumë nga ato që kanë ecë në fushën e turizmit, adin ka dhe nga ato që kanë ecë, nuk mund të them që jo. Mjafton ose këto që... Merita, dua të çoj bisedën diku, po, duke patur parasysh që ju vini nga një familje e hershme tregtare, nga një familje e me fjalë që nëse ka bën gjyshi, ka qenë deputet i Kozogut. Pra, rrjedhni nga një familje e gjithanshme, një familje intelektuale, familje me background të lartë shoqëror. Dhe normalisht që keni patur edhe prona gjitha dhe pak a shumë të cekë në të përgjithshme. Si është Merita Bekteshi, si është trajtuar familja juaj tek prona, si keni ndjerë vetëm pas viteve 90, si me gjithë të rembitancë që ju keni patur? Më keni kap në një pikë që më dhëm zemra dhe më shpirti. Biles, unë kisha bën një postim para 2 ditëve dhe nuk du të krijoj atë ndjenjen e dhimbsurisë, por unë e kam mamën prag edhe një gjendje shumë të rëndë, është në koma, ka vite që vun nga Alzheimeri. Aja nuk ka shkumje, se ka dhe moshër. Dhe ajo ka pas një anër që në vitin 1995 që të interesonte për pronat edhe të vetat edhe të burrit saj, sepse mama vjen nga një familje që ka qenë sekretar të prefekturët në kohë të Zogut, prindi i saj, por agja i saj ka qenë edhe oficer i policisë kohës të Zogut, por i kanë vdek prindërit shumë të ri dhe kanë lënë jetime, është rrit në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Ka kalu një jetë domethënë jashtëzakonisht vështirë. Po kështu dhe baba ka pas tjatin tregtar dhe pronar tokash. E biles, ato tokat ai bleu në vitet e fundit, duke me lekët e tregtisë, sepse kishte frikë dhe nga ardhja nga lufta dhe nga problemet, dhe e maj mend këtë që më tregon baba im, kur diskutonin gjyshi me gjyshen dhe i thot gjyshja, po qa po bën, po i bën lekë të rrush e kumlla gjitha, po i bën lekë gjitha liva dhe kullosa. Po jo, se më mirë se një kështu nuk na i marrin komunistat. E shkreti gjysh, ja morën të gjitha. Sot nuk ne kemi fillu domethënë për atë dosjen, ne kemi fillu dosjen për kthimin kompensim të pronave që në vitin 1995. Jo, shiko, mos më ke kuptuar tek pyetja, sepse të bëj këtë pyetje për të kuptuar problematikat e pronave dhe të ish pronarëve që janë në përgjithësi në Shqipëri dhe besoj se edhe jeni një nga këto që jeni të diskriminuar nga ky ligj. Po jashtëzakonisht shumë. Unë jam sot edhe kësaj dite prap me 30 të këtij muajit kam një proces. Domethënë, llogaritë sa vite nga 1995-a deri më sot. Dhe kam nik hap mas hapit. Jam çu e smur dhe kam shkuar në proces. Domethënë nuk e ka nik kush sikur e kam nikun. Nuk kam mungu as edhe në një proces. Një diskriminim i jashtëzakonshëm, një rrëmuj politike, një tallje me ishpronarët, duke
i zgjidh probleme njëri duke e fut në sherr me familjen dhe sot kryeministri i Shqipërisë thotë ju I keni marrë pronat njëri tjetrit. Nuk është kështu, është politika që I futin në sherr njerëzit. Politika që I bëni ka futur sherr vllai me vllai, ka futur sherr ka futur vllai me vllai, jo vetëm sherr, por edhe në vrasje. Edhe në vrasje, absolutisht. Një kjo politik dashakeqëse, një kjo politik që të bën me menu që nuk është normale. Kjo është një agjendë. Kjo është një agjendë anti-shqiptare. Se kam bindje dhon, se më ndelo, më thon drejtën. Nuk di, ndoshta perceptimi im është pak radikal, po s'ka se si mund ta perceptoj ndryshe. Absolutisht jo. Është shikoj Marita, jo mendimi juaj është radikal, po unë do doja që ne si popull të ndihmë dhe të rebelohemi. Më duket se kemi harruar çdo lloj norme, por thjesht po mësojmë se si të rrim të nënshtruar. Nuk është se kanë harruar normat dhe nuk është se janë të nënshtruar, po janë të lodhur e të shkatërruar. I ka humbur energjia. Ja u kanë marrë të gjitha energjitë pozitive. 36 vite pluralizëm, nëse mund të themi demokraci, nuk e di e themi demokraci do të apo jo. Por tani, sikur jeni të, mi fal, ish-pronarët, pronat, sepse në fundin njeriu kombi, prona, Zoti janë ato që ne na kanë shoqëruar historikisht si popull. Dhe tash këty ku të merr pronën, kur sa e pronën, ose paktën ta dëmshpërblej, që sa ndërtuar ta kompensoj, si quhet. Ta kompensoj, po patjetër, ta kompensoj, që se duhet për vepra publike, ta kompensoj, por besoj se ne e kishim mënyrën e zgjidhjes, sepse vet ish bujqit, domethënë pasardhësit e tyre në kohë, na kanë thënë, ne I dim gjithë kufit e pronave, mund t'i rrethojmë, pjesa tjetër që do meste, do të zbatojë, në pjesën tjetër që do meste e lirë, do zbatojë ligji 7501. Pse tu zbatonte ligji 7501 në pronat e ish-pronarëve? Ai është shumë keq, ai çfarë e shkatroi gjithçka. Por mos më thon djegjen e dokumentacionit, djegjen e arkivës. A e din çfarë do të thotë djegësh arkivën, zemrën e një shtetit? Absolutisht. Zemrën e një shtetit. Kjo na jep me kuptu çka do të thotë kur nuk ka institucione të forta, kur ka institucione që digjen, që shkatërrohen dhe që shkatërrojnë edhe stabilitetin e një vendit. Kjo është e problematika kur themi stabiliteti i një vendit, protestat. Kur s'është prona, Marita, me fjalë ti nuk mundesh as të ndërtosh, sepse si je sigurt. Nuk mundesh as ta sheshësh se nuk je sigurt. Nuk mundesh as të sjellësh një investitor të investojë tek prona jote sepse nuk e ke të sigurt, nuk e ke të legalizuar. Pra ne unë besoj se jemi në anarshi. Se di, ju do të shihni më mirë, e kuptoni më mirë, jeni atje, por megjithatë, nuk është se nuk ka zgjidhje, ekziston zgjidhja me njerëz serioz, duke shfryrë pak ato administrata, që janë administrata militante dhe jo specialistash, ekziston zgjidhja, sepse nëpërmjet gjithë rrugës, kalvarit që unë kam kalu, nga viti 1995 edhe sot, unë e kam kuptu që sot ekzistojnë mundësit, ekzistojnë ndërmjet projekteve që ka financu Bashkimi Evropian, jo projekti GIS, jo dhe njerëzit, specialistët që I kanë apliku, ekziston zgjidhja. Edhe sepse sot ka dhe kushte më tepër teknologjike për të riparu gabimet. Janë kontrollet me dron, dikur nuk kemi mujt me shku sepse ka pas konflikte për me evitu konfliktet. Sot bëhen fotografime me dron, kontrollohen kufit me dron, bëhen verifikime, ekzistojnë mundësitë e verifikimeve. Me dash çdo problem zgjidhet. Bravo. Është problemi I zgjidhshëm. Me dash shteti, me dash çdo gjë zgjidhet. Por a mendon që edhe vetë ish-pronarët ose edhe vetë me fjalë duke qenë komplet grupi I ish-pronarëve ose statusi I ish-pronarëve, a mendon që edhe brenda jush ka patur shumë njerëz që janë pajtuar herë me një krah tjetër, janë abuzime. Po them shitur, por kanë abuzuar edhe me atë pjesën e ish-pronarëve dhe shteti ju ka përçar si grup. Po si, sepse
është përdor prona edhe për favore politike. Kanë preferuar më mirë të bëhen militant se sa të marrin pronat. Fatkesisht. Janë, do të thënë, është përdor problemi i pronave për favore politike, për militantizëm. Si gjithçka, sikur të persekutimit politik, sikur Shumica aty në protestuesve që ne i shohim, në që dalin për protestat, janë bile bëjnë pak si humor. Bëjnë pak si humor edhe me burrin, nuk është një humor dashakeqës, sepse tek e fundit edhe ato njerëz janë dhe thot burri im, ja, është mush bulevardi me 7500 njisha. Është e dhimbshme kjo gjë, sepse edhe aty nuk i kanë dhënë asgjë në dorë. Jo, është anarshi, si për ata, si për ju, si për shpronarët, si për 7500 njishat, është një anarshi totale. Është thjesht i kanë përdor. I kanë parcializuar edhe ato parcelat vogla. Si mund të krijohet një bujqësi me ato parcela të coptuara në atë mënyrë? Ju duhet ta dini që si mund të krijohet një prodhim bujqësor konkurrues me ato parcela të copa. Dhe nëse gjithmonë në vitin, atë jap një shembull konkret. Ju keni jetuar në Itali, dhe njihni perëndimin, njihni kudo perëndimin, dhe perëndim i ke ferma ose ke kooperativa, ka qenë bashku disa parcela bashkë, disa pronar bashkë dhe ka ndërtuar një fermë, një kooperativë. Pra nuk e ke kështu copa si ke të mbjell atje ke ne. Dhe ne sikur mirë se dakord po përmendë shqiptarit kooperativën, kujtohet sistemin Verhoxhës, por ne nuk duket se na është larguar fare kjo pjesa e vetpunësimit apo e bashkëpunimit të bëmi investitor vetë për vendin tonë. Këtë ka një faj shumë të madh politika, sepse unë flas me shembull konkret. Në vitet 90, unë kam pas një ofertë nga Italia ka marrë një tregtar speciesh që i çonte materialet, i çonte speciet në Amerikë. Çonte edhe në Francë. Dhe ishte një prodhuese e cila merrte nga Shqipëria që në kohët komunizmit, qep fata nga Gryemira e Shkodrës. Po. Ajo kishte humbur kontratën me ndryshimin e regjimit dhe kërkonte të rifillonte edhe një herë punën, sepse qepët e Gryemirës kam idenë se janë të famshme për kualitetin e tyre, qepujkat për kualitetin e tyre. Ajo vjen dhe ofron traktor, por ju donte një sipërfaqe e madhe toket dhe duhej që të bashkoheshin disa fshatar bashkë. Unë jam interesu bashkë me burrin tim dhe bashkë me këtë zonjë deri në Bashkinë Shkodër. Asnjë lloj bashkëpunimit, pyetja kryesore dhe shqetësimi kryesor ishin sa traktor do vinë dhe ku do rrinë këto traktor. Aty u krijoi një konflikt që pastaj zonja nuk e mori më përsipër investimin. Bëj fjalë që të bashkoheshin tokat, të mjelleshin me qepujka, të fashin dhe të niseshin nga Francë për Francë dhe pastaj për Amerikë. Ishte një probleme ishte diçka shumë interesante. Shiko, ne do kthehemi përsëri tek problemet, por gjithmonë me mirë kuptimin tonë, ato që ju keni dëshirë të ndani me audiencën tonë. Pra, ju rrillni nga jo familja tregtare, rrillni nga jo familja e pushtetit të zogut, ose mund ta quajmë shumë me këtë gjuhën e sotme. Po, nga mama, po. Po, kuptoj. Dhe kush ka qenë, ose si e keni përjetuar komunizmin? Keni patur probleme në kohën e komunizmit? Unë do të them një diçka, po, ju ja shpjegoj tamam. Atëherë, duke qenë se gjyshi nga ana e babit ishte tregtar i madh, nuk e kishte regjistruar komplet sasinë e pronave të tokave, sepse mund të burgoseshim. Ai kishte regjistruar vetëm një pjesë. Po, ja ka ditë koka që në atë kohë. Dhe një pjesë e ka regjistruar në emër të bujkut, edhe vetë bujku ka dëshmukte edhe në proceset që i bajmë, domethënë që filan nejse pak rëndësi ka. Atëherë nga Bejler
beg i madh, doli një beg i mese dhe nuk u arrestu. Megjithatë, të gjithë pronarët, të gjithë tregtarët e Shkodrës kanë kontribuar, kanë qenë atletar, kanë kontribuar për luftën nacionale shqiptare. Pavarësisht se i prejnë besë ja u morën gjitha çka kishin. Me një pretekst me tatimet e jashtëzakonshme, me dorëzimin e arit e tjerë, më the tash, ja u morën gjitha, ashtu si ja morën edhe gjithë shqiptim. I morën dyqanet, i morën shtëpijat, e lanë vetëm një shtëpi, sepse ai kishte një djalë doktor, ginekolog, shumë i aftë, dhe ato kishin nevojë për të. Aty ku kishin nevojë, ato i leni nuk i ngacmonin. Në plus asaj, gjyshi ka pas qenë shquar edhe për patriot dhe arsimdashës. Një shtëpia aktuale ku unë jetoj sot, ai e ka pas lënë për shkollimin e grave muslimane të Shkodrës, thjesht në vullnetare, pa lek, pa asgjë. Edhe gjitha këto, domethënë, ndikun që neve të mos na burgosnin, të mos na internonin. Baba ishte një intelektual, doktor. Jo krejtësisht domethënë të qetë, po një jetë të kontrollume. Një jetë të kontrollume. Në fisin tonë gjithmonë duke pas parasysh atë sistem, no? Po, një jetë të kontrollume, por nuk mundem të thënë se kemi vujt. Bravo. Por nuk mund të them se kemi vujt sikur ato njerëz që kanë pas të internuar, të pushkatuar, që është një dhimbje e jashtëzakonshme. Pa diskutim. Merita, do të bëj një pyetje, sepse unë pyetje po të bëj vazhdimisht, por sa dush, pa problem. Dua të vë në një balancë ekstremesh. Po. Ju keni qenë mësuese në atë periudhë. Pra, dhe keni qenë edhe në Koplik, keni qenë edhe në Shkodër, pra në disa gjimnaze. Dhe do më heqësh dot në një paralele me arsimin e të hershëm, me këtë të sotshëm. Jo vetëm arsimi, por edhe shëndetësia kanë qenë më mirë në atë kohë se sa sot. Po, ka qenë kërkesa e llogarisë shumë e madhe. Ajo fjala friga ru në neshnin, më duket se ka qenë e mirë për ne shqiptarë. Ka qenë eksakt, shpreha më eksakte. Për disa gjëra po. Shiko, të ndonë pjesë e arsimit që ndoshta kemi shkolla shumë, por kemi jo thjesht në zonë si numër pak, por kemi pak produkt. Sepse shkollat ka rënë niveli, cilësia e mësimit ka rënë. Unë kisha një ankesë para disa ditëve, më tha një komshia imja për një libër të leximit të klasës pra të shkollës fillore për fëmijë të vegjël. Pra ishin disa tekste që promovonin fantazinë, që unë jam shumë dakord që duhet promovu fantazia, por kur fëmia është krejt i vogël, unë them që të promovohet rritja e fëmijës. Në fillimisht, pastaj edhe fantazia, se ka një kohë që fëmia duhet të rritet, duhet të formohet, duhet të edukohet, dhe pastaj mund t'i promovohet edhe fantazinë. Tani këtu të kërkoj e krahasuar me një libër të Maqedonisë. Të kërkoj pangjes për këtë ndërhyrje, sepse kesh edhe fushë që pak a shumë sepse psikologjinë e njoh. Dhe do të them që fëmia fantazinë e ka vetë. Fëmijës duhet ja konkretizosh fantazinë, ose duhet të punosh në fantazinë e fëmijës. Jo thjesht që zhvillosh, sepse fëmia ka vetë. Fëmia përmes fantazisë, se fëmia që kur lind, që kur fillon të ecë, ka madora, si e themi në shkollënda, kupton? Pas ke marrë nga shteti gjerman, pas ke marrë. Çdo gjë e çon në gojë, e provon me gojë, e shijon me gojë. Pra dhe fëmia përmes kësaj zhvillon fantazinë. Prandaj po thosha, ka një kohë për të rritur. Ndaj të ndërhyrë, kërkoj ndjes për ndërhyrje. Ka një kohë për të fantazuar. E kam krahasuar atë libër me një libër shqip në Maqedoni, që ne kemi gjithë ato autor të mirë që bëjnë tregime për fëmijë të mrekullueshëm.
o shqiptar, por edhe nga trevat, nga shqiptarët e Maqedonisë, nga shqiptarët e Kosovës, Kudo. që janë të mrekullueshëm sikur t'ia fuç ka një vlerë edukative të jashtëzakonshme dhe janë zbavic për fëmijë, janë tërheqës. Absolutisht. Dhe Kështu e mendoj, prandaj them ka rënë cilësia. Duke filluar te fëmijët e vegjël, se nuk po flas për të rritonin, për shembull, me të tregu për laboratoret që më tregon vajza që e kanë për inxhinieri elektronike në Fakultetin e Inxhinierisë në Tiranë. Akoma me një kompjuter, me një laptop, që ne po flasim për investime, për financime, për teknologji, për robota, nuk di ç'a të them, për astronauta, por ekzistojnë 5 nxënës me një laptop në Fakultetin e Inxhinierisë Elektronike. Laboratorat viteve 80. Sidomos po të flasim që rastësisht atyne i ka shku mundësia, domethënë i është dhënë mundësia të frekuentojnë edhe Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, që është më beter se gjithë tjerë. Unë nuk do t'i vë faj fëmijës as prindit, por duke pas parasysh që ju thatë ka rënë cilësia. Nuk besoj se ka rënë cilësia arsimit. Po flas politikat e arsimimit, besoj se janë ato që e kanë dobësuar këtë cilësi të mësimdhënies apo të. Po jo vetëm politika, korrupsioni. Tash u arrestu, u largu nga puna një administrator i fakultetit, sepse nuk gjiten, domethënë ka bë korrupsion, janë zhduk financimet. Po financimet për këto janë, për nxënësit janë, për laboratoret janë. Janë shifrat të tej fryra, më falë se po të shprehim kështu, se harroj nga një herë që jam në emision, po janë shifrat të tej fryra, futu mësues me diploma nga më të ndryshmet, me fjalë. Po si mundesh ti ta përgatisësh një inxhinier nëse ti nuk i jep dije duke e lidh me praktikën, dhe nëse ti nuk i krijon laboratorin ku ai do vej në punë dijet që ka marrë, si mund të jetë i dobishëm për Shqipërinë, ku mund të gjej vend punet, vetëm të shkojnë e të bëjnë militantin afër partive politike që t'i japin një vend shtetëror. Pra, ka janë probleme pa fund. Probleme pa fund. Po, prandaj gjithë këto gjëra duhen rregullu përpara se ti thush diasporës dhe shqiptarëve të diasporës hajdeni. Unë nuk e shoh. Është një përgjegjësi e madhe për to. Duhet të jem realist. Unë në çdo emision që jam unë në emision, sepse kam edhe të tjerë bashkëpunëtorë që jemi një staf që kemi emisione të ndryshme, por në çdo emision timin unë them diçka mërita. Diaspora tashmë i ka ardhur koha të tregoj vetë dhe të marrë fatet të vendit në dorë. Bravo. Sepse nëse në 1912 erdhi pavarësia e Shqipërisë, erdhi pikërisht nga diaspora. Dhe sot nuk është më thjesht për të diskutuar patriotizëm në Facebook. Diaspora do të marrë fatet të vendit në dorë, sepse sot jemi një shtet që duke ditë problemet e qeverisë, pra jemi një shtet pa qeveri, me gjithë ato probleme që ka, dhe fatkeqësisht jemi një shtet pa opozitë. Pra Shqipëria sot s'ka as qeveri, as opozitë. Flasim për opozitën e madhe, Partinë Demokratike. Pra, dhe diaspora duhet të marrë fatet të vendit në dorë. Duhet të gjithë të bashkohemi për te, si ka pas thonë Rama dikur, për te së majtës dhe së djatës, sepse diaspora jeton dhe taksat dhe çdo gjë i ka në perëndim, pra nuk i ka në Shqipëri, por duhet të mendoj për Shqipërinë, sepse shiko Marita, hajde le të ikim të gjithë po ikim, por varret ku ja lëm. Sepse ajo tokë ka shbërë me gjatë, ajo tokë ka shbërë me histori. Ti nuk e kupton çfarë trishtimi është kur shoh ato shtëpiat e myllura dhe të mykuna. Në për Kavaj, në për Durrës, në për Shijak, në për Gjibrazht. Kemi këtu më të madhe që aty. Nuk e ke idenë sa shtëpia të myllura të mykuna. Dhe ata duhet të përkujdesen për këto prona, sepse ato prona mirë që po i myken e po i kalben, po vjen tjetri e t'ja u bën pallatin aty 1 metër larg e ja shkatron totalisht ato prona. More po të bën pronë se ai po të bën në rrjoll, po të bën aty tu pas familje aty. Ja pra, këto po nolin, janë kthy nga diaspora për të mbrojtur pronat e tyne.
Ato unë e di që diaspora, shqiptarët e diasporës kanë dhe hallet e tyne, sepse të futesh në jetën e zhvillume, moderne, është një përgjegjësi e madhe. Atje është gjithçka me orar, atje është gjithçka me afat. Kurse ne këtu akoma nuk jemi të përgjegjshëm për detyrimet tona. Kjo është ajo e vërteta e madhe. Sepse ne jemi të përgjegjshëm duke filluar nga gjëja e vogël. Ne marrim e ham çokoladën dhe e hedhim aty edhe pse është kohë i afër ndoshta. Duke filluar që këtu. Mirë letra. Ja, po unë jam biznes privat. Mora gjën më elementare. Po. Që ka të bëjnë edhe me kulturën. Absolutisht pa. Kulturën e qytetërimit. Po kultura është përgjegjësi. Po them vetëm kaq. Është ndërgjegje. Ndërgjegje, bravo, përgjegjësi. Unë po them vetëm kaq që kam 30 ca vite që merrem me biznesin tim familjar dhe në orën 7 çdo ditë dyqani im ka qenë i hapur. Pa diskutim, përveç të dielës. Kam punu, s'kam punu, unë e kam hap. Pra duhet ta kenë vetë këtë. Meqense dolëm tek biznesi. Dhe ju keni emigruar herët në Itali dhe nga Italia jeni kthyer në Shqipëri dhe keni ndërtuar jetën tuaj. Po. I ke thënë ndonjëherë vetes pse merita bërë këtë? Unë e kam bërë sepse unë kam luftu shumë për parimin. A ke pyet veten, a je penduar ndonjëherë? E kam pyet veten, e kam pyet shpesh. Por unë kam gjetë një mbështetje e jashtëzakonisht madhe nga burri, por edhe nga fëmijët. Fëmijët e mi nuk e intereson për drejtën, nuk është se janë të etur për të ikë, absolutisht. As njëra vajzë, as tjetra. Por kam gjetë mbështetje tek burri, sepse burri ka gjetë në Shqipëri një familjaritet. Një familjaritet të pa që nuk e ka gjetë në Itali, domethënë. Një burri italian. Italian, po me origjinë italiane, sot është shqiptar, se ka marrë dhe nën shtetësinë shqiptare. Ai nuk thot që është gjin keq, absolutisht. Ai ka jetu një jetë në një vend që është në zhvillim. Pavarësim se kemi shumë kthime mrapa dhe kjo është e keqja, që ne kemi bërë 2 hapa para, 3 hapa mrapa. Kjo është problemi. Kjo është problemi. Ne duhet marrim një hap kishim ecë para, apo gjys hapit veç përpara. Ne qëllimi jon ka qenë që t'iknim nga totalitarizmi në një demokraci, por ne nuk e zbatuam ashtu si duhet. Edhe nuk e kuptoj pse politikanë tanë, drejtuesit e politikës thonë kemi kopju këtë vend, kemi kopju atë vend, nuk kanë pas nevojë të kopjojnë sepse të gjithë kanë qenë përpara të njëjtës situatë. Mjafton që të ecnin normalisht. Ne kemi pas politikanë dhe të ngritur edhe nga ana intelektit. Nuk është se kemi pas njerëz pa përvojë apo njerëz ignorant, apo njerëz që s'ia kanë ditë jetës, drejtimit, administrimit. Por fatkeqësisht, vërtet kemi patur, edhe kemi patur deri tani vonë, por pa dash ndoshta edhe me hyrë emra, por u shoh një varfëri, këta politikanë të karrierës, si thua që janë spostuar dhe kanë dalë ca të rinj që asja kanë idenë se kush është politika, kush është ligji, kush është jeta, sepse nuk është kollaj të jesh shtetas, burr shtetas. Mua që më trem shumë është fëmia i një politikani që hyn në politikë dhe që e mendon politikën si profesion. Mu më tremin shumë këto gjëra. Sepse është një person ke kap një pikë shumë interesante këtë, edhe vërtet është një person që nuk ka punu as edhe një ditë, nuk e din çfarë është puna. Nuk e di se si mundet ky njeri me i dhënë në dorë me drejtu një shtet. Duhet një kulturë shumë e madhe politike. Dhe po flasim për shembull si Amerika, që ka një kulturë të hershme politike. Se ndoshta këto thonë George Bush, i biri George Bush, tjerë dhe kërkojnë të imitojnë. Po të kanë një kulturë shumë të hershme politike, që ne nuk e kena. Shuva, ne me thënë drejtën me fjalën e shuva, ne krenohemi, kemi histori, kemi shumë gjëra, por kemi shumë pak shtet, sepse kemi patur 100 vjet. Po ne bëm kodin civil kohën e Zogut. Për shkak kemi bën kohën e Zogut, edhe ai 50 vjeçari ose 45 vjeçari i komunizmit, një fjalë që si thon
Shqipëria ka qenë vazhdimisht e sakatuar nga vetë. Eksperiment. Ka qenë nga vetë në Shqipëria, sepse nga komunizmi ka dalë edhe Romania, Polonia, Çekia, Slovakia. Ekstrem. Ne kemi zbatuar gjithçka. Ka dalë edhe Serbia, bile Jugosllavia u shpërba pjesë edhe shtetet slave janë më prapë më mirë se ne. Janë më mirë se ne, sepse Jugoslavia zbatoi administrimin e Churchillit. Nuk i la fshatarët edhe pa një dele në shtëpi. Po ja u la një pronë, ja la një makinë, ja la një administrim të ekonomisë familjare. Dhe prandaj ata dolën më të fuqishëm, nuk i shkatruan fabrikat ato. Nuk i shkatruan fabrikat. Bile ka pas një debat para disa viteve për sa i përket privatizimit e disa fabrikave në Kosovë. Ku shteti serb mendonte për serbët që jetojnë në Kosovë dhe i kërkonte që kur të privatizoni këtë fabrika këtë, mos i hekni nga puna serbët. Majni në punë, edhe kur ta privatizoni, privatët që do ta majnë atë fabrikë, ta majnë më ato kushte, mund ta ndihmojmë edhe ne, i thonin, nërmjet investimeve, por mos i hekni serbët nga puna. A më kupton apo jo? Kurse ne kemi prirë gjithçka. Ne kemi rënuar gjithçka. Kemi shkatruar uzinë atelit të Shkodër, parkove të buzëve, ferma për latër xhepi. Gjithçka. Ne kemi pas fabrika Venës, se ti je më i vison. Ka qenë fabrika Venës, ka qenë fabrika makaronave, ka qenë uzina telit, ka qenë fabrika rreçelit dhe e këtyre kompostove. Ka qenë fabrika bukës, si thonin. Imagjino që ka pas fabrika dhe uzina. Ka qenë fabrikë çokoladet kemi pas. Po ka pas fabrika dhe uzina në çdo vend, në çdo cep Shqipërisë. Për mos me thënë pastaj për mnashin. Po po. Ka qenë tisalon të peshqirt. Kanë qenë zukëthat që prodhonin gjithë punimet e kashtës. Absolutisht. Kanë qenë kombinati i drunit, kanë qenë kombinati lëkur puca. Kemi shkatruar gjithçka. Gjithçka të zero. Ti je më i ri, ti nuk i kujton të gjitha ndoshta. Jo. Se ne kemi bënë praktikat në për këto fabrika. Jo, unë nuk kam bërë. Që të njiheshim me punën, a kupton? Unë s'kam bërë praktika si gjë, por thjesht kam dëgjuar, por po do të them këtë. Duke pas gjitha këto, ne kemi të zëruar çdo gjë. Dhe kemi raport zeros, se të ishim zero hajt. Edhe pse pretendojmë pse nuk ngriemi. Është megjithatë unë me këtë problem, jo thjesht një problem, por ka ndodhur nuk e di, dia tha shumë mirë pak më përpara që unë kam bindje dhe frikë që është një projekcion i hershëm për të bërë një eksperiment me këtë popull, sepse nuk është e mundshme që është një agent. Dikujt i ka interesuar që ne të mos krijojmë prodhim, por ne për të fokusohemi tek importet. Që disa njerëz të veçantë pasurohen, po kush ishte më të pasurit, kush dolën më të pasurit? Normalisht që komunistat ishin më të pasurit. Ata grumullun pasuri, ata grumullun dollar, ata e fillon të parë tregtin. Tregtini i parë ka filluar për shembull në Durrës, një që ka qenë përgjegjës për tregtinë e jashtme të Shqipërisë në Trieste, që në kohët komunizmit. Ai filloi tregtin, ai pati kursime për të blejë një traget, e tjerë. Ai sot ka pronat e tija dhe shtëpitë e tija në mes të Milanos. Pra ato kishin kursime. Sa ka shumë. Dhe që në atë kohë, sa vendi pasur pas kemi qenë, që s'po shtarron asnjëherë. Sa grupe thellë pas kemi qenë. Po vallai minjer, edhe minjerat do kishin varu për 35-6 vite duke nxjerr, do ishin mbyll. Çfarë thot Merita Nar? Megjithatë unë jam tip jo pesimist, pra se me bëni pyetjen dhe të thash që unë nuk jam tip pesimist, unë jam tip që them gjithmonë do bëhet më mirë. Unë jam tip që them gjithmonë emigrantëve tonë kthehuni për të paktën, jo për gjithmonë. Fillojeni nga 3 muaj në vit, nga 2 muaj në vit, nga 1 muaj në vit. Rrini tek ato shtëpia, gjallnojini ato shtëpia, merrni ato fëmijë të vegjël, ato niba, ato mesa. Bëjni një vizitë gjysheve. Lagni ato lule që janë thane për oborre. Jepini jetë aty në shtëpiave. Shkoni, vini. Nesër mas nesër fëmijët e tyne do kenë dëshirë ndoshta më u kthy. Prandaj duhet punohet që sot për nesër. Këtë e them unë. Je mrekullueshme me këtë mesazh dhe jam mirënjohës pafund me këto fjalë. Duhet, kjo është ajo edukata që sot për sot mund t'i japim. Merita,
do ecim pak, ju keni patur që në 2013 angazhime me shoqërinë civile, me aktivizme të ndryshme, me grupe politike, ku diun. Pse u angazhove në Rita? Atëherën, për mos me dasht me folë si mësuese, po duhet një farë lidhje për sa i përket për me nxjerrë një logjikë dhe një përgjigje të saktë. Dihet që shoqëria civile janë grupe të organizume qytetarësh që mlidhen për probleme të ndryshme, organizohen në shoqata, në grupe, në komunitete, në sindikata, për me promovu të drejtat, për me promovu drejtësinë, por edhe pjesëmarrjen, për të zgjidhur probleme të ndryshme. Më kujtohet rastësisht një mendimtar italian, që vendoste shoqërinë civile në mes të shtetit edhe tregut. Aty është vendosur shoqëria civile. Aty qytetarët organizohen në shoqata, por edhe në media, si që jeni ju për shkakun që keni radion, për një qëllim të caktuar. Sot për sot është qëllimi i promovimit të demokracisë, apo jo? Për me mbrojtë të drejtat edhe liritë. Edhe krijohet një sens bashkëpunimi. Pra, pa pas idenë e krijimit të organizatave, unë nuk mund të them pse jam organizu. Jam organizu sepse kanë dalë shumë probleme gjatë rrugtimit tim dhe ka qenë shumë e vështirë për të zgjidhur këto probleme dhe për t'i përballuar vetme. Jam një tip që nuk i doroj pa drejtësitë. I denoncoj, domethënë, me të gjitha forcat që kam, me të gjitha mundësitë që kam. Duke qenë se vetëm nuk bëhen punë të duhuna, jemi mundu të organizohemi. Organizimi i parë imi dhe ka qenë në kohën e vitin 2016, kur qeveria Rama vendosi një ligj për unë e quaj tatimet e jashtëzakonshme. Që kush do harronte të jepte faturën tatimore, do gjobiteshin deri në 100.000 euro. Kjo ishte një ligj antidemokratik fillahtarshëm. Unë e mend që një muj s'kam fjet natën prej hallit, thosha. Do harrohet një skontrinë do bat nami. Iku dhe shtëpia, thosha. Dhe prandaj ishte një diçka që unë kam shku dyqan në Shkodër. Kam organizuar një peticion, u kam marrë firmat gjithë tregtarëve të Shkodrës. I falenderoj, mi kanë dhënë gjithë firmat, edhe se nuk më njihnin sepse 2-3 më njohin, po jo të gjithë Shkodra. I kam depozitu firmat bashk dhe kam çu dosjen së bashku me dosjet e tjera që kanë grumullu antarët e shoqërisë civile, një grup intelektualësh, domethënë që në atë kohë ishte Adriatiku me shok, me të cilët kemi bërë protesta, derisa ligji u anullu. Jo pozullu, u anullu. Si një ligj antikonstitucional. S'kishte lidhje me ekonominë e tregut ky ligj. Ishte një ligj antidemokratik. U anullu ra poshtë me njëherë. Kjo është ajo arsyeja pse kjo ka qenë arsyeja parë që unë jam bashku me shoqërinë civile. Jam organizu në shoqata, mund të jetë ndoshta jo vetëm thjesht për të zgjidhur probleme, domethënë bashkohesh me shoqërinë civile edhe për arsye humanitare. Për shembull, në kohën e luftës së Kosovës, kemi mbështet disa organizata për arsye humanitare, për të ndihmuar kosovarët që kishin ardhur në Shqipëri për të përballuar krizën humanitare që ishte në atë kohë. Ose mund të lidhesh mund të bësh pjesë e një organizate civile, si më kanë mu për shembull për kontribute. Po për shumë shka, për kontribute, për padrejtësi që bëhen, për stresa të ndryshe vulnerabël të shoqërisë, për probleme sociale. Ka disa arsye me të cilën unë jam bashku, me shoqatat ose me shoqërinë civile. Kryesisht kanë qenë domethënë më problematikat. Problematikat kanë qenë denoncimet se unë i kam shumë qejf të denoncimet publike. Denoncimet publike janë gjëra më fantastike për me komuniku një padrejtësi. Denoncim publik. Pse thuti? Ka guxim po se shiko, Brita shiko. Pikërisht. Po një herë kemi lidh, një herë do vdesim mor buri dhau. Jam dakord, po pikërisht kjo mua më çudit dhe më vjen mirë dhe po ndihem mirë që ju e keni këtë guxim
po të doja që të kishim shumë prej nesh të guxim, shumë shqiptarë të kishin të guxim, sepse u vëre sikur ka dek fryma, sikur njerëzit nuk duan më të protestojnë, sikur janë pajtuar me të keqen, sikur kështu thonë okej, në rregull, s'ka problem, më volli, s'është problem, më bëri këtë, më mori shtëpinë, s'është problem, më mori pronën, s'është problem, më volli lekun, s'është problem. Pra, Ndoshta kjo është ajo që unë nuk kam ik nga Shqipëria, sepse kam preferu të përballem. Jo t'iki. Pa dash me paragjiku asnjë person që ka ikë. Sëtështë, kuptoj shumë drejt. Unë jam një person që më pëlqen mu përballë, ndoshta i kam pak i ngjaj pak gjyshit tim. Se dhe gjyshi im ka qenë i tillë domethënë. Ka qenë njëri i përballjeve. Mirë Marita, shiko, një diçka pak ndryshe. Do të jemi pak realista, në 35 vjet, 36 vjet, 34 vjet ku diun, po themi që në 90-ën që filloi të ndryshojë sistemi. Një shtet që të funksionojë, ti e din shumë mirë, sepse edhe vetë bizneset dhe vetë punëtorë, me fjalë, që të funksionojë një shtet duhet të funksionojnë sindikatat. Duhet të funksionojë e drejta e punëtorit, e drejta e punëmarrësit, e punëdhënësit. Edhe sindikata është një organizim civil, a? Absolutisht, jo, po. Si që po, këtu duhet dalë. Pra, edhe sindikata është organizim civil, edhe shoqëria është organizim civil. Tani, ne kemi sindikata që i kemi me ngjyra politike. Një palë majtas, një palë djathtas. Shoqëria civile ngrihet një kauzë, bie, nxerrohet, kalohet te politika, merret me politikën. Pra, a mendon që edhe në këtë pjesë është jo mangësi, por është një tollovi e madhe, është një është ajo që kishte shkruajtur, është ajo pika, po, është ajo pika parë që ju keni shkruar shoqëria civile, ideal apo iluzion? Ju e keni shkruajtur ideal sepse duhet ishte ideale sikur me të vërtetë ajo ta krynte rolin e saj ashtu siç duhet. Por me një iluzion sepse në shumicën e rasteve ajo nuk e kryen këtë rol. Këtë keni dashur të thoni ju ndoshta. Po pse nuk e kryen këtë rol? Ajo nuk e kryen këtë rol kur politizohet, kur varet ekonomikisht nga shteti, nga financimet dhe nga privatët. Pra, kur i shërben elitës, domethënë kur njerëzit nuk mund të jenë pjesë e shoqërisë civile, por i shërben vetëm elitës, një elite. Ose. Bravo, ose, jo elitës edhe elitës qytetare. Pra, ka njerëz që janë intelektual të mirë fillt, janë të mrekullueshëm, kanë kontribute shumë, por nuk janë ftu asnjëherë dhe nuk ftohen nga shoqatat e shoqërisë civile sepse kanë krijuar atë rrethin e ngushtë të tyre. Ku të gjitha projektet zbatohen nga një elitë, po flasim për një elitë shoqatash. Edhe këto nuk është të bëjnë, kush e di se çka, por ç'a bëjnë? Teorikisht zgjidhin shumë probleme, por praktikisht nuk zgjidhin asgjë. Nuk është se duke ndjek për shembull, projekte të ndryshme për zhvillimin apo fuqizimin e gruas. Është fuqizuar me të vërtetë gjendja e gruas shqiptare. Ajo gjëja e tmerrshme që dolli me mytjen e gruas me 3 fëmijë. Ajo ishte një alarm i parashikuar. Unë atë zojen nuk e harroj kurrë sepse ajo lente makinën, çonte fëmijët në shkollë dhe shkolla ishte përballë shtëpisë time. Dhe lente makinën përballë shtëpisë time. Ajo ishte një gru jashtëzakonisht e stresuar. U dukte që ishte një gru e stresuar, një fëmijë e lente në makinë, një e kishte në krah dhe një merrte nga shkolla. Dhe unë nuk mundem me ecë më nga ura bunës, që kur ka ndodhur kjo ngjarje. Këto janë pra shoqëria civile. Nuk merret me hallet vërteta. E njëjta gjë me Romët. Ke kap një temë totalisht tjetër që kjo do një. Unë një herë kam pas shkruar një artikull. Nardi, një herë kam pas shkruar një artikull që e kam titulluar Bamirësia nuk ka privilegj. Absolutisht. A i dini ju që unë kam pas mundësi me sjell ndihma nga Italia, komplet për një spital, nuk më lenin tifusja mërë donin që të paguja dogan. Ishin disa shtretër për
operacione kirurgjikale të jashtëzakonshëm, nuk lenin donin që paguja dogan. Edhe më thonte, drejtoresha doganës, nuk ekziston kjo gjë, kërko leje nga kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë në atë kohë më thot që na kanë fal një makinë zjarr fiksash dhe ne vetë si bashki kemi pagu dogan. Ndërsa, çaj në Maltëzi nuk ka si problem për këto gjëra. Pse ne shqiptar duhet na nollin këto gjëra? Pse duhet ta dënojmë veten? Ja, Pamjërsia nuk është privilegj. Jo, më këllën pa fjalë, por shiko, duke pas parasysh që këtë tema, do një trajtim shumë të gjerë dhe shpresoj që do të kemë dhe në tjetër emision dhe të flasim pikërisht për këtë tema sociale, por do të më ngacmove vërtet dhimbshëm me rastin e asaj gruas me 3 fëmijë. Dhe me që të jemi marrë me projektin e fuqisë së gruas, vëmë re një dhunë të pafundme ndaj gruas. Një shoqëri maskiliste që shpreh dhunë pafund ndaj gruas, ndaj nënës së fëmijëve të tij, ndaj motrës së tij, vret çfarë duhesh po e themi? Merita, ku është gruaja shqiptare sot? Dhe sa po bëhet, jo thjesht për ta mbrojtur nga dhuna, sepse shiko Merita, mund të divorcohet gruaja shqiptare. Problemi është se ku ngjelet, çai afron shteti. Ai afron mundësi punësimi, ai afron mundësi strehimi, pra ajo do detyrohet të ndahet nga burri dhe të shkojë në dhunën e babait, në dhunën e vllajt. I thotë ti s'ke punë këtu, çfarë do këtu? Do të flasim ca gjëra drejt dhe saktë. Po, vajza që myti veten lesh nga lesha. Vajza që myti veten lesh. E tmerrshme. Mos i rreshoj sepse pafund me të drill trupi. Tani. Jemi keq, duhet punojmë shumë dhe duhet që këto organizime, që këto shoqata të kenë mundësi që të zhvillohen, që të arrijnë të bëjnë diçka, sepse duke marrë dhe po kalojmë nga njëna fushë në tjetrën, edhe po të flasim për të mbajt edhe kafshët e abandonuara, nuk mahen me frymë të shenjtë. Nuk mahen me frymë të shenjtë. Kupton apo jo? Prandaj duhet të shkojë investimi aty ku ka nevojë. Duhet të rrugtohen drejt. Fjalët praktika duhet, ja do teoria, duhet bëhet praktik. Shiko, jo të hupin në Tiranë, me ardhin e qeverisë Majt, u kriju një zyrë për financimet e Bashkimit Evropian. Ajo nuk ishte asgjë tjetër për mendimin tim, për perceptimin tim, se sa një zyrë kontrollit, ku qeveria e Tiranës kërkonte të kontrollonte financimet dhe t'i bllokonte, t'i lente Tiranës, t'i centralizonte. Tjetër gjë bani edhe me doganat. Dogan sot ti hyn vend je subjekti Shkodrës, dogana nuk të bëhet Shkodër, ty të bëhet në Tiranë. Në vend të demokratizohet ose të liberalizohet, dogana është centralizu. Kështu janë centralizu shumë kontrole, por nuk është janë centralizu këto kontrole për të përmirësuar gjendjen e shoqërisë, apo për të rritë demokratizimin e qeverisë social, por thjesht për të mos humbur kontrollin. Qeveria ka kërku kontrollin ekonomik për ti deviju në interesat e veta, për të është kriju një qeveri klienteliste. Shoqëria ka kriju shoqërinë civile klient të politikës. Jo një shoqëri që do i përgjigjet nevojave shoqërore të popullatës. Ndaj shoqërisë civile. Për të shërbyer shoqërisë, për të shërbyer shtresave të ndryshme. Shtresave të nevojë, shtresave të ndryshme që kanë problematika të ndryshme. Dhe mund më dhëmë diçka, Marita, që media në Shqipëri e ka humbur totalisht vlerën e saj, sepse media në vetvete është edukuese, është frymë. Dhe është një nga pushtetet. Është pushteti 4. I 4 do i thonë, por do thosha, unë do mendoja, do thosha që mund të jetë edhe i pari, sepse përmes mediat merret vesh çdo lajm. Pushteti qeverisës. Po është pushteti qeverisës sepse aty informohet
popullata, informohet qytetari dhe vëri duke patur ka shumë dhunë të shtuar ndaj femrës shqiptare. Duke patur ka shumë problematika sociale në shumë kategori të shoqërisë tonë. Dhe vëri që nuk ka emisione edukative, të ftohen psikolog, sociolog, punonjës social, të dilet e të flitet dhe të thuhen të vërtetat si që janë, se si mund gjiden një zgjidhje, apo se si kjo shoqëri duhet të qetësohet, apo se si mund të afrohet një mbështetje, një gruaje që divorcohet, apo një fëmijë që ngel rrugëve, ku diun. Shteti nuk kontribon në këto probleme sociale. Fatkeqësi shteti nuk kontribon në këto probleme sociale. Shteti nuk shteti. Edhe vetë shoqata ka pafund në Shqipëri. Shoqata ka pafund. Unë nuk do të përmend emra, jo nga frika. Po. E kuptoj ku duhet të dalë. Ke sa të dush shoqata që s'ja din as se ku ka zyrën, pa më makinën e ka 50-60 mijë euro. Bravo, po. Sot ndërja shoqatave dhe handbook me lekët e një shoqate gruaje, me lekët e një shoqate të romëve, me lekët e një shoqate të invalidëve, e ku diun, etj. Po, bravo. Prandaj them unë met një iluzion kur ajo nuk është e lirë. Kjo shoqatë nuk është e lirë. E kupton, dhe teorinë e saj ajo nuk është e lirë, nuk është e gjallë, është e politizuar. Jemi bërë një popull iluzionist. Është e politizuar. Iluzionist jo iluzionist, jemi bërë se popullin qytetarët nuk kanë lidhje me këto problematika, qytetarët meten, domethënë vuajnë nga këto problematika. Jo iluzionist, ndoshta do të më thon pesimist. Desha me thon pesimist? Jo, do të them iluzionist në kuptimin që ne vazhdojmë të thurim iluzione. Themi, po duhet të ndryshoj politika. Ne e dimë se është idealja, por duhet të ndryshoj kryeministri, duhet të ndryshoj qeveria, duhet të ndryshoj duhet të ndryshoj edhe në fundin ne të ndryshojmë asgjë. Thjesht e di që duhet. Jo, duhet të angazhohemi më tepër, ne duhet të angazhohemi më tepër. Ne duhet që mos kemi sepse ti jeton vetë, më fal mënyrën e komunikimit që po shprehem te, kërkoj ndjes, por absolutisht. Janë disa tema që të përfshin më shumë se ç'duhet ndoshta, por endjen edhe ju atë që populli ndoshta ka bërë një tërheqje, se ndoshta ka rënë ajo, se fundi thot kush të vi, kush ta marr. Unë e kuptoj që kanë rënë pak në pesimizëm. Edhe pjesëmarrja qytetare pak është zvoglu, është pak e kufizume. Duke qenë pjesëmarrja qytetare e zvoglume dhe e kufizume, kjo ul faktikisht edhe efektivitetin e votës, sepse nuk dalin me votu, pastaj fillojnë ato mashtrimet edhe ato maskaralleqe që bën votime dhe fitohet ato që i interesojnë pak njerëzve, një grushti njerëzve dhe jo qytetarëve, dhe jo demokracisë, domethënë. Prandaj ne kemi institucione akoma dobta. I kemi, prandaj është kjo sfide jona, sfide shoqërisë civile, sfide politikës, të forcimi i këtyre institucioneve, që këto institucione të jenë funksionale, edhe të garantojnë një qeverisje si duhet për qytetarët. A më kupton? Për qytetarët. Kjo është sfida sot për sot e tanë shqiptarëve, jashtë edhe brenda Shqipërisë, me u forcu institucionet, duke luftu korrupsionin, por duke rrit pjesëmarrjen e qytetarëve në politikë bërje. Kjo pjesëmarrje ke drejti ka rënë pjesëmarrje, unë e pash edhe me protestat e fundit, domethënë janë pak si të plok shtitur. Janë të plok shtitur. Ti e ke tentuar politikën, e ke tentuar të kandidosh edhe në zgjedhjet e majit të 2025-s me Shqipëria Bëhet, me Lapaj. Po. Lapaj, se po bëj një rezume të atëhershme dhe po vin të kjo sotshme. Lapaj tentoi të bëj edhe një protestë të zgjatur mbi 100 ditë, 100 ditë në para kryeministrisë dhe pak po thuaj se shqiptarët lëvizën dhe ta mbronin përtej çdo ngjyrimi politik në fundit. Dhe duhet të më bësh një rezume herë pikë pari pse i hyre politikës ose pse tentove të hysh në politikë. Atëherë, unë po filloj nga fundi.
Po patjetër. Sepse, Bëra disa Po. bëra një pasqyrim, me fjalë që Po. të kemi mundësi të ta fillojmë ku të duam. Atëherë unë e hyra politikës sepse mendova si mjetin më të fortë për të zgjidhur problemet në grup. Nuk mund të them që kam dalë në shumë gjëra e zhgënjur, po jo nga partia që përfaqësova ose grupi që përfaqësova, sepse sinqerisht është një grup i mrekullueshëm me njerëz jashtëzakonisht të formuar dhe me një kulturë jo vetëm politike, por edhe me një kulturë sociale të jashtëzakonshme. Zoti Lapaj është një njeri shumë i respektueshëm. Ai bën një sakrifisë të jashtëzakonshëm 100 e sa ditë. Është një njeri shumë i vendosur dhe shumë i përgatitur. Ai e di se çka don. Domethënë unë hyra politike sepse krijova një respekt të jashtëzakonshëm më një herë për këtë njeri që të jep mundësinë me u shpreh, dhe jo vetëm në ambiente të mbyllura, në një kafe apo në një zyrë, por për të shprehur edhe në ambiente të hapura, pa pas frikë absolutisht për përgjegjësinë, sepse përgjegjësia nuk ishte vetëm e imja, ishte përgjegjësia e grupit edhe e tija. Dhe prandaj dhe e sulmun kaq shumë zoti Lapaj, sepse ai ishte dashnar i fjalës lirë. Grua, burr, për të nuk ka rëndësi, shprehu. Dhe që respekti jashtëzakonisht i madh që unë kisha për të, më bëri që të provoj, sepse unë mendova se të paktën disa të tjerë do jenë si zoti Lapaj. Gjeta goxha njerëz të mirë tek ajo parti, edhe pse është një parti shumë e re. Ajo bëri gjëra, për mendimin tim bëri mrekullinë as 2 vjet parti, 1 vit e ca parti. Krijoi famën e një partie të vjetër 30 vjeçare. Por e sulmun shumë dhe nuk e jashtëzakonshme. Sistemi zgjedhor është jashtëzakonisht i korruptuar. Shqiptarët nuk votojnë. Për mendimin tim shqiptarët nuk votojnë. Sepse sistemi manipulohet. Se kemi ish dorën, sepse ne duhet të kuptojmë diçka që vota është arma më e fuqishme në kopaqe. Për mendimin tim sistemi manipulohet. Për mendimin tim tek neve politika, siç e thash edhe në fillim krejt, është agjende dikujt tjetër. Të marrësh një person e ta bësh kryeminist në Shqipëri, kjo nuk e normale, edhe në kohën e komunizmit. Mbaroi lufta e dytë botërore, morën Enver Hoxhën pa marrë shkollë, tak e pruan kryetar të partisë komuniste. Ne akoma nuk e zgjedhim vetë politikën tonë. Të neve ndjekim një agjend që na këshillohet nga jashta Shqipërisë. Dhe kjo agjend nuk është një agjend për shqiptare, është një agjend anti-shqiptare. Në Shqipëri shqiptari nuk voton, sinqerisht. Shqiptarët nuk votojnë. Në çdo fjalë që themi çfarë thot ambasada amerikane, çfarë thot ambasada angleze, çfarë thot ky, çfarë thot ai. Ne duhet të shohim interesat tona në radhë parë. Dakor se nuk mund të izolohemi. Por si mund të shohim interesat e tjerëve përpara interesave tona? Kjo nuk ka logjik. Por fundi Gjermani dhe Amerikani kanë mentalitetin e vet. Ai edhe nëse të këshillon sipas mentalitetit të tij. Po. Ashtu është. Këshillat i mirëpresim, faleminderit, ndihmesën i kemi përgëzuar, i kemi falënderu kur na kanë. Ka shpresë merita që ne të kemi elitë, të kemi një burr shtetas. Po si jo. Eksperjenca ime në këto 2 vitet ky optimizmi jot është sinqerisht e di pse ka shpresë, sepse ka rini të formume. Pastaj unë nuk e di, do të mendoj dikush ç'është kjo eufori kaq e madhe e meritës për zotin Adriatik Lapaj, po ai krijoi një frym, ai mobilizoi njerëzit, ai zgjoi njerëzit. E më kupton, edhe në ato debatet, edhe në ato Nuk e përkrahen njerëzit, shumë pak. Nuk është se nuk e përkrahen, njerëzit e përkrahen tek ato që i shkojmë neve, i takojmë e flasim, njerëzit e përkrahen, por kanë frikë. Edhe jo frikë thjesht nga frika, po kanë frikë nga përgjegjësia që mund t'i peshohet nga qeveria. Kanë frikë edhe nga opozita vjetër. Opozita vjetër reagon në mënyrë radikale. Nuk e lejon, kërkon domethënë që të jetë vetëm ajo opozitë pikë. Tashti ato bashkëpunimet e më thashë, nuk e di sa të vërteta janë, se ato janë punë të kokave. Bashkëpunimet nuk kam pas qef kur të përzihem në këshi lloj informacionesh dhe debatesh. Ti dalloshi nuk e ky tip, ti je i tipi që ta thua sy në sy, po përmentosh vetëm nga e vërteta, ti dalloshi nuk je i tipi. Sinqerisht që unë po të them
që zotin Lapa e dun shumë njerëz, po nuk reagojnë. Nuk reagojnë. Të thonë, duhet t'jesh, të kishe që janë me mund të ta shifshe këtë realitet. Për as 2 vjet parti, jo, ka mori 80 sa mi vota, mitingjet plot me njerëz. Ato nuk ishin shitur. Ne I bënim gjitha me mundësitë tona. Merrnim një makinë, pagunim naftën. Unë I jepja naftën edhe për një makinë tjetër ku futeshin edhe 5 vetë tjerë. Gjitha me mundësitë tona I kemi bërë. Gjitha vullnetarizëm. Do të diçka. Si s'ka shpresë? Ka një rini të formuar, ka një rini që kërkon. Po, se këtë thamë ne edhe më përpara. Unë nuk po e anashkaloj rinin që jeton në Shqipëri apo popullin që jeton në Shqipëri. Po nëse edhe në diasporë. Po nëse thuhet që janë mbi 1,5 milion në diasporë, pa janë shumë janë. Dhe duhet të përthiset kjo diasporë, kjo rinin në diasporë. Dhe Lapa faktikisht ka bërë takime shumë në diasporë, ka lëviz shumë në për diasporë. Unë bilesh e përshëndes sepse unë kam pasur një mision diku nga fillimi I këtij muajit edhe profesorin Eduard Kaca, I cili e përshëndes shumë, që është koordinator për Gjermaninë këtu në Gjermani. Janë njerëz përgatitur. Dhe e njohin jetën, e njohin punën. Shiko, nuk do të futemi tek politika e madhe. Por edhe ai debati ndoshta me Edri Shabanin dhe me janë vogëlsina. Janë vogëlsina. Janë vogëlsina, janë tabela qitjet. Njerëzit diku do kapen për me ul një person. Për me ul një person që nuk thyhet. Adriatik Lapaj nuk thyhet. Do kapen diku, s'kan ku kapen. U kapen me Edri Shabanin. Janë shumë vogëlsina. Endri është I vogël dhe këto janë vogëlsina. Dhe vazhdimisht është bërë thirrje që dhe Lapaj të bashkohet protestës Sali Berishës apo Partisë Demokratike. Dhe edhe Lapaj ka shtyrë dorën, hajde të bashkohemi pa flamuj partije. Nëse ke informacion, si janë kontaktet me Jo, unë faktikisht nuk jam pjesë e strukturës për t'i ditë të gjana, por di me thënë që zoti Lapaj ka thënë vetëm në qoftë se ato bashkohen me protestën tonë, domethënë demokratët bashkohen me protestën tonë, ne mund të bashkohemi dhe mund të protestojmë së bashku, por jo se do bashkohemi në tavolinë, une Berisha me këtë apo me atë. Këtë nuk e ka shpreh as edhe një herë. Domethënë ka dashur ta bëj bashkimin nga poshtë, edhe në sytë të qytetarëve. Jo, faktikisht ashtu e ka filluar. Mi thënë një Lapa është treguar një populist që ka filluar ashtu, mi thënë nga poshtë. Kontakte në çdo cep Shqipërisë, ka dalë në diasporë Amerikë. Më shumë se populist është realist. Po, tash realist, pjesa realiste ne nuk mund të bëjmë gishtin plagë askund, nuk mund të themi që Po. Por flasim atë çfarë shohim. Realiteti pastaj është atë çfarë perceptoni, e kuptoj. Çfarë perceptohet këtë vështrim I gjithë secilit. Por ku të shohim Merita Bekteshin? Kush janë projektet e së ardhmes? Projektet e së ardhmes time është që të vazhdoj të kontribuoj. Nuk është se I kam kushtuar një vëmendje të veçantë karrierës. Unë vazhdoj rolin tim, vazhdoj punën time, vazhdoj jetën time. Të vazhdojnë kokën tate. Problemet do m'kenë gjithmonë përballë. Bravo. Po. Super. Pastaj nuk e bëjmë një pikë synim të caktuar. Vetëm këtë ditë them. Problemet, korrupsioni, maskaralleku, pisleku, shtypja do m'kenë gjithmonë përballë. Bravo. Kemi nevojë për njerëz të tillë dhe për njerëz të guximshëm. Do shohim Merita Bekteshin në një kandidaturë apo antare për këshill të pushtetit lokal të Shkodrës? Do shohin, do të vendosin strukturat, zgjedhjet. Unë nuk është se do zgjedhen vetë. Se do gjejnë dikën më të fortë, dikën më të guximshme, dikën më të përgatitur. Faleminderit, po kemi grupi jon, kemi gjithë ato dje me vajzat mrekullueshëm për zotin, jo se nuk kam qejf që të flas me eufemizma, po është e vërtet.
sidomos rinia duhet incentivohet shumë, duhet rinia, domethënë bëj fjalë për unë i quajtëri edhe 30 vjeçart edhe 40 vjeçart i quajtëri me thënë drejtën. Po gjësi që janë të pa përlyer, po themi me ato politikën apo me ato të rinë në politikë, bravo. Sepse më vjen një djalë i një politikane që e ka pas nanën në parlament, duke kontrollu votimet me makinë 100.000 euro dhe nuk pretendon me nis vet, po don me nis shoferi, ç'a më thuti? Ç'a i thuti këtij? Politika shqiptare. I thuti këtij i ri në politikë? Po politika shqiptare është kthyer në monarki. Është baba deputet, bëhet fëmia deputet. Është nëna deputete, bëhet fëmia deputete. Është baba ministër, bëhet fëmia. Trashëgimi. Trashëgimi pra si monarkia është bëhet. Trashëgimi, tamam. Yes. Mërita Bekteshi, unë të jam në njohës që më ndërove sonde dhe kemi bërë një bisedë besoj shumë të thjeshtë, s'na ka pa kërkush. Tamam, kena bërë me betë që më sonë si kur s'na ka pa kush. Si me gjenë të pi kafe. Ishte vërtet që asun të thëmë sinqerisht nuk e mendova që do ishim kaq të lirë dhe do bisedonim kaq thjesht dhe kaq gjëra që ne na shqetësojnë për ditë. Ndoshta unë i kërkoj edhe falje njerëzve që mund të kenë dëgjuar sepse unë kam fol më shumë nëpërmjet perceptimeve të mia dhe fakteve. Atyne që unë i kam has gjatë jetës time, gjatë aktivitetit veprimtarisë time. Jo thjesht nga teoritë, jo nga domethënë mbledhje partish, klube, absolutisht nuk i frekuentoj, si më thon. Por nga perceptimet e lidhura me problemet e përditshme. Më thënë të drejtën, edhe ne si staf kësaj media, dëshirë kemi të gjejmë sa më shumë njerëz si puna juaj që flasin kaq drejt, flasin kaq pastër, i thonë gjërat pa frikë, i thonë drejt për drejti, godasin aty ku është problemi dhe jo t'i bien anash dhe uroj që të jesh një augur i mirë që të vinë edhe të tjerë njerëz si puna juaj në këtë media dhe të kemi mundësi që të bëmi zë kudo e ku të mundemi që të bashkohemi dhe t'i japim një dorë. Uroj që t'i gjeni dhe t'a dini se ka sa të dush, ka dhe më të mirë, ka dhe më trima, por jetojnë në vetë dhe nuk është mirë, duhet bashkohemi. Duhet bashkohemi. Merita, nuk e di, ky është emisioni i parë që ne komunikojmë. Dhe ne s'është e njihemi në jetën reale, si e thonë, ne edhe jemi njohur bashkë përmes rrjeteve sociale dhe pardje kemi shkruar për herë të parë dhe sonde jemi në emision. Nuk e di, do mundem, kam derën e hapur të bëj ndonjë ftesë për herë tjetër? Sa herë të doni, zotni Leonard? Të jam mirënjohës. Të falenderoj. Faleminderit juve. Dhe uroj që edhe nënës të shkuara apo si tjetë të vullneti i Zotit, por u bëf më mira. Faleminderit. Të përshëfoj. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Gjithëve mirupafshim. Natën e mirë. Mirë dëgjoshim. Natën. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonde Horizont. Besoj se ishte një emision që biseduam, folëm, tham diçka, nuk e di se sa kemi arritur të themi ato që duhet për të thënë, por ne tham ato çfarë ne menduam dhe ato çfarë ne na erdhi në popullin në përmendje. Kështu që shpresoj që të ketë qenë një emision i këndshëm edhe për ju, sepse më thënë të drejtën unë e shijova bisedën me zonjën Merita Bekteshi, sepse ishte vërtet një zonjë me plot kuptimin e fjalës, një zonjë drejt për drejt, një njerëz çitër, dhe një person që ka fol pa dorashka. Kështu që duke patur parasysh kam mirë kuptimin tuaj dhe unë jam mirënjohës për kohën dhe për çdo minutë që ju na dhuroni në Horizont apo na dhuroni në çdo emision që ka në Window Radio dhe nga moderatorët e tjerë, por edhe që shpenzoni kohë të dëgjoni muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi në valët e radios. Pra, unë jam mirënjohës për çdo minutë që ju na kushtoni. Dhe ju falenderoj edhe për suportin, për përkrajen, por falenderoj edhe ata që edhe na kritikojnë në mënyrë pozitive, por një përqafim edhe për ata që na urrejnë
sepse ne stafi Window Radio çdo kënd që përpiqet apo tjetër mik të drejtnesh, ne do kemi shkallë për të ngjitur dhe madje do japim dorën edhe atyre që të ngrihen, sepse ne këtu jemi vetëm për të sa të mundemi të japim zë dhe të jemi mendim i lirë dhe pa censurë. Të nderuar miq, unë ju uroj të gjithëve natën e mirë, përqafoj të gjithëve dhe i falenderoj një nga zemra dhe nesër mbrëma do jetë emisioni Zëri i Diasporës me zonjën Madiana Nureddini, kështu që së bashku dhe nga Entja nuk dëgjoni. Natën e mirë, kalofshi mirë dhe fundjavë të këndshme. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.